Faleminderit, mirë mbrëma edhe juve dhe të gjithë teleshikuesve të Radio Televizionit të Kosovës. Para pak javësh isha pikërisht në këtë vendin ku është Muzeu Idealit të Burgut, Burgu Idealit faktikisht, ku është bërë një hapje, një ekspozit me ishte burgosur. Që në atë kohë kam deklaruar dhe kam thënë, kam paralajmëruar që brenda përveç që do të kenë vizitor për çdo ditë që është i hapur, do kenë edhe manifestime të ndryshme. E një prej tyre është edhe festivali KYF, i cili është një shkurtesë që do na tregojnë edhe përfaqësuesit të këtij festivalit. Dhe një festival i cili thënë vërtetën është shumë i veçantë sepse përbëhet nga të rinj të talentuar në aspektin artistik, në aspektin filmik, ku thëmë që të rritë më kreativ janë pjesë e këtij festivalit. Po për çfarë bëhet fjalë dhe si do zhvillohet i gjithë ky festivalit, kam nderin që të bëj një intervistë edhe me mentorin, Mentor Berisha, i cili është drejtori i organizatës Molla e Kuqe dhe drejtor i festivalit KYF. Mentor, mirëmbrëma, mirë se erdhe në misionin e pasdites. Mirëmbrëma, faleminderit. Në shkurtesë KYF, na tregoj pak se fillimisht janë nisë emërtimit. Çfarë do të thotë ky KYF? Po, fillimisht në kuadër të funksionalizimit të Burgut Idealit, Muzeut të Prishtinës, projekti financuar prej Ministrisë Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Molla e Kuqe që ka organizuar që nga prilli aktivitete të ndryshme siç e potencuat edhe ju, duke filluar nga shënimi i datës historike të 2 prillit të demonstratave vitit 81, 15 dhe deri në 17 maj bashkëorganizim me qendrën multimedia të festivalit Polip, me një program shumë të pasëm. 18 majin e shënuam si dita ndërkombëtare e muzeve me shfaqjen Beos e Vdis, shfaqje prodhuar nga Teatri i Gjakovës, regjisore Blerta Neziraj, një shfaqje që është edhe një homazh për Ukshin Hotin, veprimtarin, dhe sonte fillon edicioni i parë i festivalit KYF në këtë hapësinë, ku për 3 ditë radhazi që nga sot e deri me 23 maj do të shfaqen filma, dokumentar e animacione këtu dhe në hapësinën e Termokis. Pyeta për shkurtesën KYF, ta kuptojmë pak më mirë ashtu se çfarë do të thotë. Po, shkurtesa KYF është Kosovo Young Filmmakers Festival, me shkurtesën KYF. Do thotë është festivali i trinjve, filmbërësve Kosovës dhe e ka edhe karakterin ndërkombëtar. Isha, nga erdhi kjo ide? Ne mësu që festivalet kryesisht bëhen prej profesionistëve, kryesisht bëhen prej artistëve, ta quaj ashtu, që kanë një bagazh artistik. Kjo është një festival shumë i veçantë, sepse janë të rinj. Nga erdhi kjo ide dhe si u zhvillu deri tash, deri sonte? Po, festivali KYF ka 3 kategori, do të thonë kategorinë e filmave dokumentar, animacion dhe do të thonë edhe narrative films, po që përfshin grup moshat nga 15 deri në 20 një grup mosh dhe 21 deri në 25 grup mosha tjetër. Filmbërës që veç i kanë sjell filmat dhe janë bërë pjesë e edicionit parë të KYF, janë të ri që ende s'kanë fillu studimet, por ka edhe nga ata që veç i kanë përfundu studimet. Deri kur do të jetë ky festival i hapur, çfarë pritet për këto 2-3 ditë? Po, festivali do të jetë i hapur deri me 23 maj, ku do të bëhet mbyllja e festivalit në këtë hapësinë. Po fillon edhe shiu, po futemi pak brenda këto edhe të vazhdojmë vetëm edhe pak sekonda, minuta me juve dhe mandej kalojmë edhe me drejtorin artistik. Drejtori i festivalit, drejtori i OJQ-s. Drejtorin artistik do të kemi pas pak. Në organizatën juaj ka punëtor apo gjithë janë drejtora? Jo, si çdo festivali ka 2 drejtorë, do të thonë pjesën e menaxhimit dhe pjesën artistike, përzgjedhjes filma ku do të flet për komplet programin Avenida Lipi. Kështu që pjesa tjetër janë staf që janë të angazhuar në çdo aktivitet. Në çdo aktivitet, absolutisht janë punëtor. Mentor, faleminderit shumë për intervistën, ju uroj suksese dhe shkoj gjithçka mbar. Shumë faleminderit. Tash tu ftojmë edhe Avenida Lipi, i cili siç e paralajmëruam, drejtor artistik i festivalit, filloi fatkeqësisht shiu,
fatmirësisht për ambientin tonë, po fatkeqësisht cili po na detyron që të futemi brenda. Jemi te Burgu Idealit, një festival që po fillon sonte. Si drejtor artistik, fillimisht na trego si ndihesh dhe si ka shkuar gjithë procedura deri më tani. Faleminderit që keni ardhur. Ajo puna e shiut që përmendet për mendim mua më jep një emocion shumë të mirë. Do të thotë se shiu është gjithmonë është në bereqet, është diçka e mirë dhe po shpresoj që ka më na përcjellë e mira, jo neve, vetëm neve, po e kam fjalën festivalin. Sigurisht që festivali fillon sonte, po gjithçka fillon me një hap të vogël dhe shpresojmë që hapat në vazhdim në edicione të tjera të shkojnë në pafundësi, edhe atëherë kur ne nuk do të jemi prezent, të tjerë të ndjekin dhe të zhvillojnë festivalin sa më tutje. Unë ndjem jashtëzakonisht mirë, për arsye se po bëhet realitet një ëndër cilën ne shumë herët e kemi shoshit, e kemi me mentorin e kemi diskutu, e kemi analizu dhe me gjithë stafin tonë tjetër që janë përfshi në dizajnimin e këtij festivali, dhe kjo po bëhet realitet dhe më vjen mirë që po krijojmë platformën, e cila platformë i ofrohet rinis tonë, pra nga moshat 15 deri në 25 vjet, të cilët do të konkurrojnë bashkërisht me të rinjt nga mbar bota në këto kategori. Domethënë në këto grup mosha. Pastaj brenda këtyne grup moshave ekzistojnë edhe kategoritë të ndarjes, siç e tham, kategoria animacionit, kategoria e filmit dokumentar dhe kategoria e filmit të shkurt artistik. Dhe te kategoria e dokumentarëve ka edhe pjesë të filmave që janë eksperimental dhe video eksperimentale. Do të thotë janë hapësira, mundësi për t'ju dhënë mundësinë për të eksperimentuar edhe rinia, dhe vlen të theksohet se nga konkurrentët që tani më veç i shfaqen dhe ishin duke u shfaq filmat në qendrën Termokis, ku kishim prezent edhe regjisor nga pjesëmarrësit. Pra në një nga pjesëmarrësit është në momentin kur e ka realizuar filmin ka qenë 17 vjeçare. E tani është 19 vjeçare. Dhe ishte prezent aty dhe neve na nderoi faktikisht me pjesëmarrjen. Me këtë dua të them që ka pas një konkurrencë për 1860 filmave që kanë konkuruar nga e mbar bota në të gjitha këto kategori. Për ne ka qenë një sfidë për t'i përzgjedhur, sigurisht që me stafin tonë ku përpos atë drejtorave që i thej pak më herët, ne i kemi edhe kolegë tonë tjerë që i kemi pas në kratë të djatë, që si Ylka Hashani, Fjolla Moni, Alban Beqiraj, Yll Berisha e të tjerë që kemi punu rreth përzgjedhjes së filmave, po posaçërisht të angazhuam ekskluzivisht në përzgjedhje dhe në përpilimin e listës përfundimtare, kam pas mbështetje shumë të madhe nga këto dy kolegë që i përmenda më herët, nga Ylka dhe nga Fjolla. Avni, po ndërprej, ty e di që kryesisht politikantë dhe shumë për artistëve me një pyetje dojnë mi mbyt ashtu quaj ashtu shumë pyetje tjera, sepse dhe shumë detaje edhe para pyetje. Artist, natyrisht artist. Jemi në hapësirët e Burgut. E bën kjo më të veçantë, kamermani jonë Donati Murë dhe disa prej pamjeve, jemi në pjesë ku nuk po të lëvizim shkaku i shiut, por nëse ndalet pak do të lëvizimi së shpejti. E bën më të veçantë kjo që të bëhet festivali këtë vend? Lëvizimi shkojmë të pjesë. E vlen ndoshta të theksohet se gjithë kjo hapësirë edhe nga pjesa e andejshme e qelive të Burgut, edhe nga këto që do të ecim tash, kur ka funksionu si Burg, në këtë vend publiku tani më e din që janë mbajt të burgosën personat të cilët kanë mbajt një ideal dhe nuk janë thyer dhe nuk janë zhgënjur asnjëherë dhe nuk ka arrit askush që të thyej dhe të largojnë nga ideali i tyre, i cili ideal ma vonë na ka sjell lirinë, pavarësinë dhe këtë. Pra kjo e bën edhe më të madhëreshme këtë festivali. Ideja jonë ka qenë dhe është që këtë festival ta mbajmë në kuadër të funksionalizimit të këtij muzeu dhe ta mbajmë pikërisht në këto hapësira edhe si një lloj falënderimi për atë ideal që e kanë mbajtur ata dhe njëkohësisht tentojmë që me vogëlsinë tonë këtë idealin tonë për një festival të mirë, për që i ofrohet rinisë, domethënë edhe
që ende se janë përcaktuar për profesionin e tyre, por edhe ata që janë tani më të përcaktuar, ta mbajmë të gjallë dhe të mos thyhemi nga fortunat e mundshme që mund na sjellin. Ne zakonisht festivali fortuna mund të jenë aspektet financiare, por në rastin konkret ne kemi pas një mbështetje nga Ministria e Kulturës dhe jemi shumë mirënjohës, pastaj kemi pas një mbështetje shumë të mirë nga Banka Ekonomike e Kosovës dhe kemi pas edhe një mbështetje tjetër nga Qebar dhe të tjerë Termokis ku ne i mbajmë. Dhe po shpresojmë që ky hap i mirë dhe me këtë shitje po bjen do të jetë bereqeti që do të na i largoj fortunat. Avnim, interesant, besoj që tani më edhe artistë nga vende tjera janë në Prishtinë, kur kanë dëgjuar që bëhet këtu festivali në këto ambiente, kanë vizituar, kanë parë, është diçka më e veçantë se edhe si vend ta quaj ashtu për festival, meqense se është për veti nuk kam dëgjuar. Bota është e madhe, mund ndodh që ka diçka të tillë, por për Kosovë është diçka shumë e veçantë, meqense është edhe vetëm burg i cili është edhe si muze. Në ato festivale ku kam lëviz në për botë, kam pas raste të shoh vende të veçanta, siç është pra edhe momenti i burgjeve që janë të shndruar në muzeja dhe që shfrytëzohen për ambient për çështjet të kulturës. Sidomos për shembull në Portugali është njoftun ideja që shumë fabrikat vjetra që kanë qenë janë shndruar ose manufaktura ato të mëdhat janë shndruar në galeri, janë shndruar në muze, janë shndruar në kinema dhe ndodhin aktivitete vazhdimisht aty dhe bota ose artistët nga bota e kanë pranuar shumë interesant si një diçka e veçantë, po ata ishin të mësuar me atë element, por ishte sfida e tyre si e kemi adoptuar ne për këtë hapësirë dhe për këtë edhe për neve ishte sfidë sigurisht se adoptimi për këtë hapësira. Po shpresojmë që ja kemi dalë tani të shohim se si do të ndahet publiku, ajo për cilën përpos aspektet ambientit e kretë, ajo për cilën jam i bindur që është mirë, ose që do ndahen të kënaqur publiku, janë përzgjedhja e filmave, e cila është domethënë një përzgjedhje që është botë, siç e thash edhe më herët, me një përkushtim shumë të madh, sepse është edhe një ndjenjë kur bën përzgjedhjen nga një vepre kur dikush ta ka besu, ka apliku, është një përgjegjësi që të marrësh një vendim që me një tik ta largosh pa e analizuar mirë, aq më tepër kur kemi pas domethënë një prurje shumë të madhe, siç thash për një Ne minutat po shkojnë shumë shpejt. Shumë shpejt. I kemi pikërisht edhe një 5-6 minuta. Nga cilat vend kanë ardhur, si çfarë kategori të filmeve janë, jeni të kënaqur në pas që është numër i madh i filmave, edhe në kategori të animacionit, dokumentarëve edhe të filmave. Ne po shkojmë edhe në hapësirën, po ecim edhe në hapësirën edhe duke na treguar vetëm kthehemi ka mikrofoni sepse është shumë interesant edhe më me thënë se kemi pas kujdes pavarësisht prurjeve shumë të mëdha të kinemave, gjitha kinemave, kinemat edhe nga lindja, kinemat edhe nga perëndimi, kinemat nga Amerika, krejt kemi pas një farlloj kujdesi që të bëjmë një përzgjedhje të filmave nga të gjitha kinemat që zhvillohen domethënë në botë, në mënyrë që të kemi një mundësi të ofrojmë edhe qytetarëve tonë, publikut tonë edhe publikut tonë të ri, pra një zgjidhje sa më të madhe. Filmat vinë nga kemi filma nga Filipinet, kemi filma nga Bregu i Fildisht, kemi filma nga Irani, kemi filma nga Pakistani, kemi filma nga Gjermania, kemi filma nga Portugalia, kemi filma nga Estonia, që janë, kemi filma nga, kemi filma nga Rusia, që janë shumë interesant. Kinematografia iraniane është shumë e zhvilluar për vitë fundit dhe shumë, ta themi, në trend botnor. Megjithatë, mu më kanë bërë përshtypje edhe shumë filma që kanë besu festivalit tonë dhe që kanë apliku dhe që janë shumë mirë të realizuar nga Brazili, nga Argentina, nga Nigeria, pra nga të përzgjedhurit, ka filma nga të gjitha. Në çfarë zhandret janë kryesisht? Meqense janë të ndara të kategori, po brenda kategorisë natyrisht ndryshojnë zhandret. Pash që ka dokumentar për shembull me një minutë e pak, që meqense vi nga bota televizive, e di që bësh një dokumentar për një minutë e pak, është vërtet sfidë është. Por kishte edhe dokumentar dhe mbi 20 minuta.
çfarë zhandret janë kryesisht, çfarë mundet me prit publiku në këto filma, në këto. Domethënë festivali ka pas kriteret që duhet të jetë filmi maksimum deri në 25 minuta, pavarësisht a është dokumentar, a është film i animuar stop motion, apo është film artistik metrazhi të shkurt. Zgjatja e tij ka qenë një nga kriteret. Dhe kriteri i dytë ka qenë mosha e realizatorit apo regjisorit, që ne kemi domethënë nga mosha 15 vjeçare. Këtu shpesh janë futur edhe ata që sapo i kanë plotsuar 14, mosha 15 vjeçare dhe deri në moshën 25 vjeçare. Ata që janë mbi 25 nuk janë përfshi fatkeqësisht, edhe pse ka pas shumë. Kështu që këto janë kriteret e përzgjedhjeve. Mbas kriteret e përzgjedhjeve që bazohen domethënë në minutat dhe në moshën, i kemi pas edhe plotësimin e numrit për secilën kategori. Kategoria e filmave të animuar ka përfshi për shembull 29 filma të cilët janë përzgjedhur. Kategoria e filmave të lutur të shkurtër artistik është shumë me më shumë përzgjedhje. Aty janë dikon 32 filma që do të shfaqen. Janë thash nga gjitha vendet, dhe kategoria dokumentarëve që tani është duke u shfaqur në Termokis, dhe këtu janë 20 filma që shfaqen. Kryesisht minimumi është 1.34 dhe maksimumi është 24.59. Më intereson, me qenë si e vetë nga bota artistike. Ishin inovativ, ishin kreativ, të rinj, kemi shumë pak minuta në dispozicion? Kjo është një gjë shumë interesant, se ndoshta për shkak se ne kishim shumë filma dhe i pam të gjithë, dhe fakti që ne arritëm që të përzgjedhim nga 1860 filma 74 filma, do të thotë që kemi përzgjedhur ata që kanë qenë për mendimin tonë sa më kreativ, sa më inovativ, do më thënë në prurje të reja, dhe shpresoj që publiku do të ndaj një mendim bashkë me ne dhe do ndaj të i kënaqur. Këtu do bëhet ndarja e çmimeve, ftoj edhe kamermanet që ta shohim sallën, është vendi i ta quaj ashtu vizitor, shëtitorja ishte burgosërit. Dhe në kuadër të funksionalizimit, si që thash, ne këtë po e përdorim, e kemi krijuar si hapësi ku multifunksionale, dhe në shumë raste do të bëhen edhe shfaqje teatrore. Tani është radha e festivalit filmit dhe hapje solemne ku sonte do të hapet me 2 filma. Me 2 filmat dokumentar, është për Golje Tokën dhe filmi Trokiti për Fadil Vatën, dhe është heroi jon, dhe pastaj edhe mbyllja do të bëhet po në të njëjtën ambient dhe po në të njëjtën hapësirë, e cila do të ndodh ditën e premte, duke filluar nga ora 20. Atëherë do të bëhet edhe ndarja e çmimeve. Faleminderit shumë për intervistën, ju urojmë suksese dhe gjithçka shkojë në bar. Faleminderit juve, faleminderit RTK që vazhdimisht na përcjell, na mbështet dhe uroj që edhe ne t'ju kthejmë me të mira. Faleminderit shumë. Shëndet të mirë. Ishte pra kjo intervista edhe me mentor Berishën, edhe me Arnida Lipi, drejtor artistik i festivalit KYF. Një festival i cili, si që thamë edhe në fillim, ka kategorinë rinin ndërkombëtare, rinin ton, ma kreative të quaj ashtu në aspektin artistik, ku do shfaqen filma, animacione dhe dokumentar vërtet interesant në Termokis, dhe ndarja, si shihet edhe kjo tek sallat, bëhet këtu tek Burgu Idealit. Linja për ju, studio.